Kam ka do këtë budallaki e madhe dhone, i ko motrat e reja, janë influencere në TikTok, vazhdimisht janë aktive, po nuk janë besom që e lakmojnë për shembull, edhe kanë kësi probleme, po varet edhe ndikimi i familjes, ndikimi që rritësh, me çfarë mentalitete, a je mjaftueshëm për familjen tonë, edhe mandej nuk e ki këto probleme, besom. Nuk është puna problemi, po në përgjithësi, po. Varen edhe nga familja? Varet edhe nga familja? Jo, nuk mendoj që varet nga familja. Varet se qa shojnë, abdin edhe lakmojnë. Lakmojnë tani edhe po bojnë gjana që zbarë. Kur përshojmë edhe unë për veti lakmoj, sidomos moshat e reja. Nuk është puna familjes edhe edukatës familjare. Po mendoj une. Po dhe edukatës tone, që nuk lakmohet gjithë qka bre, dush me kone pjekone, vëdishme që... Edukatës, po është diçka që e sheti, edhe thush, edhe une po kam qep, kisha pas qep. Okej, për shembull, për çka lakmon? Një pushim që e sheti, Maldive që është shku, dikosh e ka bo një farë reklamet, edhe ti kishe pas qep më konë aty. A bjen ti në stres nëse nuk mundesh? Nuk është stres aja, absolut jo. Jo, po thamë në stres, o diçka lakmi, unë e thash. Jo, kjo po thot, a mundesh me pas stres? Po dhe lakmia... Pata që ti mundesh me rast stres nëse nuk je kon vazhdimisht e mjaftueshme për prindët to dhe e shet që dikush është u bo shumë për prindët vet, ja u ka bli një kerr për shembull, ka qenë një video krejt që ja ka çu kerrin te shtëpia prindit, edhe ti ki me ran stres. Mërzim aty. Nuk është stres, ai nuk ka stres. Unë nuk mendoj që është stres. Stres, besom që është mendoj që është stres. Stres është kur ti ngarkes. Mundesh për shembull sot me eduku ndoshta një adoleshent ose adoleshente, sepse kjo moshë adoleshencës është pak problem. Shumë problematike është problematike sepse ti rritesh më shumë me rrethen me cilin shoqërohesh dhe ditë se sa me familjen. Me rrjete sociale rritesh. Unë mendoj që deri një moshë caktuar, do të thonë ndikon edukata familjare. Po, në një moshë caktuar. Deri një moshë ndikon, do të thonë veshëshnia, që ata unë çdo herë i kom lutur zotit thesha, inshallah di mos sill me ta si prind, se ndonjëherë nuk mundesh më konë edhe e ashpër, pas edhe shumë e afër. Do të thonë duhesh me gjetë një farë balanci. Një mes. Po, një mes. Me pas një mes me tash unë po them i kam bash çat moshë shumë kritike. Çikem 15 vjet, djalin 17 tash 18. Tash dhe ma herët po